Ajo që më bëri që do fitonte Edi prap, ishte edhe ai podiumi i famshëm që ngriti aty te sheshi Skënderbej. Që është ajo që bë tani për 16 maj që ky samiti i Europës. Që do vinë këta liderat e Europës. Liderat. Liderat e Europës, kështu më duken më shumë. Lidera. Po, liderat. Se edhe ato marioneta janë ata atje, kupton, duke filluar me Macronin e këta me radhë. Se do vinë shumë këtu, edhe me Melonin e këto, që janë gjithë këto kukullat e sistemit. Ai nuk e përgatiti gjithë ato skenë aty, që ta në fund fare të fitonte Sala, domethënë dhe të ishte ai që do i priste ata kur të vinin. Saktë, edhe unë kështu e kam lexuar po. Ky e ndërtoi vet, duke ditur që këtit ja kanë dhënë vet atij që ky do vazhdoi mandatin e ri, edhe ai do që do i presi këta kur të vinë. Ai kishte konfirmuar me xha prej kohësh atë gjë. Domethënë, e kishin vendosur një mesazh goxha të madh aty siç isha ai që po shohin gjyqtarët aty, më pikën kryesore të Shqipërisë. Ishte sikur po i thoshit gjithë atyre që po kalonin, domethënë që unë po e ngre këtë, sepse unë jam ai që do fitoj, sepse unë jam ai që do i pres ta kur të vinë. Po ta thosh ta hap të zifare. Vërtet, kështu e kam lexuar, është shumë saktë gjithë ky konkluzioni yti, si e ke parë këtë. Se unë kaloj shpesh atje dhe çfarë do ndodhi aty? Ç'a pazarësh pritet të bëhet? Ç'a do na shitet ose ç'a do na shitet dhe ajo se ç'a realisht do të bëhet aty? Ç'a marrëveshësh mund të ketë aty? Ky takim që nuk është i vogël, vinë liderat europian këtu në Shqipëri. Po pra s'është e vogël, po aty duhet me tregu, domethënë që edhe ne jemi një vend që mund të integrojmë kollaj në Europë. Se kështu e lidhi edhe ky me atë pasaportën e famshme. Do t'rregoj është më shumë kështu si show fuqie që do t'rregoj ky. Që shiko, po na vin këtu tani. Ky pra do më tregu atyre, jo ata na tregojnë ne, domethënë. Vetë jo, ai domethënë nëpërmjet tyre t'i tregoj popullin, domethënë që shifë sa i fuqishëm jam. Kam miq unë, kam të shokët e mi. Janë tanët këta, jemi krahu im këtu, shikon, po vin për mua. Ndërkohë që ata po na e zhysin e Po, janë bashkëpunëtorët e mi për të shtyp këtë vend këtu. Jo, ai s'e thot kështu. Ai do thotë që janë bashkëpunëtorët e mi që të çojnë Shqipërinë dhe shqiptarët sa më lart. Lart fare. Po mirë, ai asnjëherë nuk e thot troçat, po vetëm parë ta lexosh. Ne lexojmë kështu po. E kupton del vet si mesazh ai kështu spontanisht. Pastaj më bëri çudi dhe ajo mënyra se si ishte dekoruar ajo rreth përqaka ai vend atje. Po. Kishte ca tabela të mëdha atje, se tani do futemi çik ajo pjesa e konspiracionit. Konspiracionit dhe mesazheve që kalojnë këta. Që pari të lexosh, bravo qoftë. Ishte e veshur me një mënyrë, me ca pano të mëdha kështu, me kuadrata të vogla, edhe aty brenda kishte ca sy, ca ylbera, ca kullën e Eifelit, kishte domethënë plot me simbolika të vogla aty brenda, ato kuadratat. Mirë po, unë kur e pash atë, më kujtu një revistë e famshme që del çdo vit atje në Angli, është një Charlie Hebdo. Në Angli, thashë po. Po, në Angli, del çdo vit ajo. Quhet Economico, është revistë e përvitshme e familjes Rothschild. Edhe është identik si ajo që është rrethuar e gjithë kjo skena që është ndërtuar atje. Kjo revista, Po, kjo revista. Ka po të njëjtën imazh. Del çdo vit, ka një faqe të posaçme që është e mbushur komplet me këto kuadrate dhe me këto simbolikat e vogla aty, edhe çdo gjë është një mesazh. Si vjet ajo revista atje, kishte një kokë borthamore, kishte një makinë që tregonte që kishte një gjysmë bateri, siç ajo bateria që na tregon te telefoni aty, që do kalojnë makinat me energji diellore kështu me radhë, domethënë çfarë kanë ndërmend të bëjnë, i nxjerrin tek ajo revistë. Kishte ka aty Kim Jong-un, ka Putinin, ka te kancelaren atje që nuk e zgjodhi njëri, po u vendos vet atje në Europë. Domethënë vetëm mesazhe. Ajo sot, ai podiumi atje ishte i veshur me këto pikërisht që shikojmë te kjo revistë që po them tani. Mi po këto janë kështu valla, këto janë planet e atyreve që themi neve, aty djem dekçi. Po. Ajo është e veshur komplet me atë. Edhe kjo më bëri shumë përshtypje. Domethënë ku po na çojnë, ku po na sjellin, sepse ata atje ajo veshja që i bën, nuk është se ishte mendimi këtit. Tonit këtu. Ja kanë dhënë ata gati. Ose i atyre që do na vinë këtu. Se kemi thënë, gjithë këto janë marioneta, telat, levit, ato që i komandojnë nga lart. Këtu domethënë çfarë do bëhet këtu më bër? Do zhvillohet në do shoqërohet me një ritual kjo tani.
Se ne vërtet do shohim një show, një spektakël që do jepet aty, do jepet fjala secilit me radhë atje, po do ketë dhe mesazhe plot. Do të jemi që kujdesëm çfarë do flasin, çfarë do kenë sfond, çfarë do tregojnë, ku do e çojnë muhabetin ata, çfarë do thonë. Po duhet me lexu të gjitha, do të jemi çik vigjilent. Mos të emocionohemi tani të kapim ashtu gjëra që shiko, erdhi ky i famshëm, është ky presidenti i këtij vendit, kryeministri i atij vendit, të emocionojmë, o sa bukur, na zbukuru vendi. Po na bëjnë reklam nëpër botë se njeh njëri Shqipërinë. S'duhet kufizohemi te kjo pjesë. Do të shohim për çfarë realisht po vinë ata këtu. Çfarë mesazhe do të kalojnë? Kush është domethënë ajo tabloja e përgjithshme. Mos qëndrojmë te pjesa emocionale. Se fakti që po vinë tani. Jo vetëm te fasada, o sa bukur erdhën këta. Po pra jemi çik të matur, domethënë mos jemi si ato çupulinat e sa bukur shife erdhi Macroni, erdhi Meloni. Kupton? Jemi çik më të hapur te kjo pjesë.